Horoskopi për ditën e enjte 21 maj 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë me dashin. Sot ju jeni në formën më të mirë për komunikim apo për të lidhur miqësi të reja, si dhe për të krijuar rrjete bashkëpunimi me të tjerët. Mund të merrni një avantazh të madh fal një projekti apo një lajmi dhe madje mund të ngrini një marrëdhënie ku të dyja palët fitojnë. Megjithatë duhet të bani kujdes sepse katrori i afërditës me Neptunin do t'ju turbulloj pak shikimin, sidomos aty ku keni vendosur zemrën. Këtë ditë dëshira juaj për rehati dhe paqe në shtëpi është e madhe, por sot do të ndjeni një zbrasti apo ndoshta do të zhyteni në një mall për diçka më shumë se zakonisht. Mos u nxitoni dhe gjeni vërtet se çfarë do shpirti juaj. Ngjyra me fat e verdh limoni, koha me fat 9:30 deri 11 paradite. Demi. Për sot të dashur Dem, bisedat tuaja plot respekt dhe aktivitetet të përbashkëta do t'ju bëjnë të ndiheni në një formë të mrekullueshme. Është një moment i mirë për të marrë një nxitje, kjo në punë apo në biznesin tuaj. Ndërsa orët kalojnë, përplasja e afërditës me Neptunin mund t'ju prish pak llogaritë, duke ja u turbulluar gjykimin për vlerën e gjërave apo të njerëzve. Mund të magjepseni pas një ideje apo ndoshta një personi, por yjet ju këshillon se nuk po i shihni gjërat qartë për momentin. Mos u gënje nga dëshirat e tepërta, që të mos zhgënjehesh më vonë. Mbaj këmbët në tokë të dashur Dem. Ngjyra me fat është ngjyrë argjendi. Koha me fat 13 deri 14:15. Binjakët. Të dashur binjak, kjo është një ditë shumë e mirë për të rritur sharmin tuaj personal, për të marrë admirim, respekt dhe mbështetje nga të tjerët. Edhe pse gjërat duken bukur, sapo dita të përparojë, katrori afërdit Neptun mund të sjellë pak mjergull dhe njerëzit që keni pranë mund të bëhen pak evaziv. Nëse ndjeni se nuk jeni gati për të marrë vendime të mëdha apo për të dhënë premtime, thjesht pritni sa të pastrohet qielli juaj. Mos hipni dhe mos shpenzoni para sot, pasi jeni në një fazë ku gjërat ndryshojnë shpejt. Ngjyra me fat është metalike, koha me fat 10:15 deri 11:45 paradite. Gaforja. Në këtë ditë, ju do të keni një ndjesi të madhe, sikur keni marrë frenat e situatës në dorë në planin tuaj emocional. Do të keni një intuit shumë të mpret dhe po i shikoni dëshirat tua të brendshme shumë qartë. Por, me kalimin e orëve, shikimi mund t'ju turbullohet. Afërdita në shenjë mund t'ju bëj pak magjepsës, por sherrri me Neptunin mund t'ju çojë të lexoni gabimisht një situatë apo të besoni atë që doni ju dhe jo realitetin e vërtetë. Ndaj mos bëni premtime që nuk mund t'i mbani dot dhe mos paguani më shtrejt se sa duhet për diçka. Ngjyra me fat është e bardhë. Koha me fat është 4 deri në 5:30 pasdite. Luani. Yjet ju vendosin në një stacion të mrekullueshëm për t'u lidhur me njerëzit në mënyrë që t'ju japin forcë dhe pushtet. Do të keni kontakte që do t'ju bëjnë punë shumë. Megjithatë, sa më shumë që orët kalojnë, aq më shumë do të ndjeni të ndjeshëm në shoqëri, madje edhe në dashuri, dhe kjo mund t'ju nxjerrë në pa pikat tua të dobta. Nëse jeni të keqkuptuar, mos lejoni që rryma e ndjenjave t'ju prish gjykimin. Lërni gjërat të rrjedhin vetë. Mos e sforco veten për të gjetur një zgjidhje që sot. Ngjyra me fat është blu. Koha me fat 11 deri 12:30 në mesditë. Virgjëresha. Pozicioni juaj në punë, në karrierë dhe për sa i përket reputacionit tuaj është shumë i fortë sot. Mund të fitoni një avantazh të madh ndaj konkurrencës ose të shihni një rritje të popularitetit tuaj.
Por me kalimin e orëve, katrori mes Afroditës dhe Neptunit tregon se diçka do të mbetet pezull në ajër. Mos merrni vendime të mëdha bazuar në atë që shihni, pasi situata është mashtruese. Nëse çështjet e parave apo mbështetjes ju duken konfuze, thjesht shijo momentin pa pritur asgjë specifike nga askush. Ngjyra me fat është blu, koha me fat është paradite. Peshorja. Sot do të jeni në një valë shumë të mbar për shprehjen e kreativitetit, për dashurinë dhe për të rritur besimin në vete. Po i ndiqni interesat tua me shumë komoditet dhe po i tërheq të tjerët si magnet, me stilin tënd unik dhe idetë që ke. Megjithatë, më vonë katrori Afrodit Neptun të paralajmëron se një zhgënjim i vogël, nëse nuk e ke parë një person apo lidhje me sytë e realitetit, mund të ndodhë. Por mos u fshi pas gishtit, lëri mënjan iluzionet dhe mos lejo që konfuzioni i jetës private t'ju prish punë në anën profesionale. Ngjyra me fat e kuqe e ndezur. Koha me fat 2:30 deri në 4 pasdite. Akrepi. Kjo ditë është shumë e mirë dhe e dobishme për të fituar mbështetjen e të tjerëve ose për të gjetur atë forcën e brendshme që ju duhet për të ndjekur qëllimet tua. Familja dhe njerëzit e dashur do të jenë mburoja juaj. Më vonë gjërat do të bëhen pak më të mirëgullta dhe mund të ndjesh pasiguri për shkak të punës, orareve apo një premtim që i ke bërë dikujt për të kujdesur për të. Do të ndjeni vulnerabël sepse keni investuar shumë shpirt në një ëndër. Kujdesu pak edhe për veten dhe mbaj këmbët në tokë. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat 6:30 deri 8 e mbrëmjes. Shigjetari. Për ju, yjet ju sjellin një energji shumë të fuqishme për të lidhur me partnerin tuaj, ose për të bërë bashkë me dikë me qëllim që të krijoni diçka vërtet speciale. Bashkëpunimi dhe zgjidhja e problemeve do të ecin mirë. Megjithatë, pasi dita të thyet, nuk do të jesh në një pozicion dhe aq të mirë për të gjykuar gjërat në jetën tuaj private. Mos e shihni një situatë ashtu siç është në të vërtetë. Megjithatë, do ta kesh të vështirë të marrësh përgjigje të prerë nga të tjerët, por mos merr asnjë vendim përfundimtar sot. Të duhet pak durim, prisni. Ngjyra me fat e zezë. Koha me fat 12 deri në 13:30 në mesditë. Kalojmë tani tek Britsjapi. Për ty Britsjap, energjitë në anën e punës dhe çështjet praktike janë në favorin tuaj sot. Do të keni një ndjesi të lindur se çfarë duan të tjerët dhe kjo të jep një avantazh të madh. Por me kalimin e orëve, perceptimi juaj për një marrëdhënie mund të jetë pak i gabuar. Qoftë nisur nga dëshirat e tepërta, qoftë nga pasiguritë që ju keni. Ndoshta po jepni pak si shumë ose më pak në një situatë. Mos ushtroni presion mbi një lidhje që të jetë perfekte. Ndonjëherë ju përdorni strategji më shumë se ç'duhet ose të rriqeni fare. Por gjithsesi, balanca është çelësi i zgjidhjes. Ngjyra me fat gri e hapur, koha me fat 15 deri 16:30. Ujori. Të dashur ujor, jeni në një pozicion fantastik për aktivitete për të shprehur atë ndjesinë që ju keni. Mund të keni një avantazh të madh në dashuri, romancë apo një hobi që ju mbush me gëzim. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, pritshmëritë që keni ndaj të tjerëve mund të jenë jashtë rregullit dhe një ndjenjë pasigurie ndoshta mund t'ju rëndojë pak në shpirt. Mos e lini veten pas zore, por as mos i varni shpresat tek diçka që është shumë larg jush për këtë moment. Koha do t'i sqarojë të gjitha, ndaj mos u nxito të premtosh asgjë. Ngjyra me fat bezh, koha me fat mesditë. Peshqit. Të dashur peshq,
A e dini se një energji e madhe dhe fuqizuese ju shoqëron sot në çështjet që lidhen me jetën tuaj personale? Keni më shumë guxim të brendshëm dhe mbështetje nga të tjerët. Kushtet e jetesës po përmirësohen dhe kjo ndoshta po të ngre pak humorin. Edhe pse Afrodita ju shtyn drejt romancës dhe qefit këtë ditë, nga ana tjetër do të keni Neptunin që do t'ju bëjë të humni pak objektivitetin. Do ta keni të vështirë të shihni qartë veten dhe të tjerët. Mos rreziko asgjë sot dhe mos në vlerëso veten as në dashuri dhe as në punë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat është në mbrëmje. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.